Qendra multifunksionale Pogradecit sjell për publikun një premier plot humore e situatat papritura. Komedin me titull Dy dashuri dhe një veshk, me autor dramaturgun grek Babis Tsikliropoulos. Në regjinë e Guri Koços, kjo vepër ngjitet në skenën e qendrës kulturore si një rrëfim satirik që ndërthur ndjenjat, interesin dhe absurditetin e marrëdhënieve njerëzore, duke sjellë me finesë një him miqësie, ndërthur me temat e dashurisë dhe sakrificës në një këndvështrim krejt të veçantë. Thelbi i kësaj shfaqje është ymë miqësisë. Janë dy njerëz, siç e shikoni, një ambient me kartona, të cilët janë të varfër, por janë të mëdhenj në shpirt, në marrëdhënie me njëri tjetrin. Kjo ka tjetër është metafora, është më e gjerë, do të thënë ky është populli. Po nuk do të hyj në këto gjëra. Dhe këta dy njerëz duan të bëjnë mirë në jetë dhe gjejnë keq. Ky është mesazhi që dua të përcjell. Njerëz, neve duhet të jemi miq dhe duhet të bëjmë për njëri tjetrin. Publiku i Pogradecit do vijë sepse këtu ka një ndërthurje të jashtëzakonshme midis një humori bio, po them unë, dhe një ndryshim me prezencën tuaj. Faleminderit, Leta Albano faleminderit. Është një humor bio dhe është i ndërthurur shumë bukur me tragjedinë. Autori ka bërë një bashkim të këtyre dy gjërave, por vija midis atyre që ndan humorin nga tragjedia është aq e hollë sa po e kalove pak masën atje prishet gjithçka. Ndaj dhe ne kemi 2 muaj që punojmë, i qëndrojmë me batuta, e kemi qëndisur. Dhe i siguroj pogradectarët për një gjë, shfaqje si kjo, me modesti pra them, nuk kanë parë prej shumë kohësh për të mos thënë kurrë. Okej. Premiera do të jetë me datë 20. 20, 21, 22. Neve këtu kemi, unë kam këtu edhe një aktore tjetër shumë të talentuar, Aeda Calen, kam edhe një aktor të teatrit të Pogradeci, po themi, të qytetit tonë, Dimitar Tasellari, të cilët janë inkuadruar këndshëm në gjithë spektaklin. Në skenë interpretojnë aktorët Guri Koço, Alban Prodani, Adea Çele dhe Dimitar Tasellari, të cilët sjellin me energji dhe dinamizëm personazhe interesant, duke garantuar qeshur dhe reflektim për publikun. Është e parë që unë po marr pjesë në një shfaqje kaq të madhe me regjisorin Guri Koço. Jam vërtet mirënjohëse që më zgjodhi mua, edhe pse nuk jam aktore, por jam thjesht amatore që po marr pjesë në këtë shfaqje. Përse u kanë zgjedhur, kjo nuk e vlerësoj dhe jam shumë e kënaqur për punën e palodhur që po bën gati 2 muaj që po merret me ne, dhe jam shumë e kënaqur që do jem pjesë e kësaj shfaqje. Unë kam rolin e një vajze e cila bie në dashuri dhe kërkon dhe ajo të dashurohet me Bulin, me personazhin që do të jetë pjesë e shfaqjes. Dhe arrim diçka në përfundim dhe emri dhe titulli i shfaqjes është Dy dashuri dhe një veshk, që do të thotë dhe unë bëhem pjesë e dashurisë të tyre. Jam një vajzë e ndjeshme gjatë shfaqjes që kërkoj dhe unë të marr dashuri. Skenografia është realizuar nga Beqo Nanaj, i cili ka krijuar një ambient funksional kutish, estetikisht të goditura, në shërbim të ritmit dhe atmosferës së komedisë. Dy dashuri dhe një veshk premton të jetë një nga shfaqjet më të rejse të sezonit artistik në Pogradec, duke ftuar publikun të përjetojë emocione, humor e situatat papritura në një mbrëmje ndryshe në teatr.